midis skuadrës vendase Beslidhja dhe skuadrës mike Luzi 2008. Ndërkohë që skuadra vendase Beslidhja ka kryer 2 zëvendësime është të larguar Bega dhe vendin e tij e ka zënë sulmuesi i ri dhe me perspektivë fusha dhe është larguar Akansase dhe vendin e tij e ka zënë Gjove. Pra 2 zëvendësime tek skuadra vendase Beslidhja, ndërsa skuadra mike Luzi 2028, më falni, Luzi 2008 është një lapsus që kërkoj ndjesë pasi me të drejtë shikuesit dhe dëgjuesit më evidentojnë faktin dhe më thonë që në shumë raste, teksa kam përmendur emrin e skuadrës mike Luzi, aksioni skuadrës mike Reqi me numër 14 ka dërguar me tepër forcë, por ka ndërhyrë mbrojtja është Ramili me numër 21 ka dërguar për tek sulmuesi fushaj, i futur në pjesën e dytë, ka zëvendësuar Begën, ka një ndërhyrje të gabuar, por gjyqtari vazhdon lojën, Trokthi, gjithë një Trokthi, po ka ndërhyrë fusha dhe rivënje anësore për skuadrën mike Luzi 2008. Ka një kakofoni në emërtesën e kësaj skuadre, dikunde gjen Luzi i vogël 2008, ndërkohë që tek uniforma në bluza lojtarët e kanë vetëm Luzi 2008. Por ka në gjëra që nuk është se kam ndonjë rëndësi të madhe, por në transmetim të drejt për drejt na krijon një farsoj vështirësie edhe ne, teksa e ripërsëris kërkoj ndjesë edhe për lapsuset e mia gjatë transmetimit. Aksioni shpejt i skuadrës mike brenda zonës, por ka ndërhyrë me shumë siguri, portieri Myrta, ishte një aksion në krahun i majt i skuadrës mike dhe kalon një moment i vështirë. Kanë kaluar, është minuta e 4 e pjesës së dytë të ndeshjes. Rezultati vazhdon të jetë 3-0, me shifrat që u mbyll pjesa e parë në gola të realizuar nga Roboshta në minutën e 14 me 11 metrash.
Antonio Marku, mbrojtësi i krahut të majt, përfiton nga një gabim i portierit, brenda zonës dhe shënon golin e dytë. Më pas është Hila me një goditje brenda zonës, fluturin dhe pa e ndalur topin, merr një top të gjatë nga mesi i fushës dhe dërgon topin në trekëndshin e majt të portës së mbrojtur nga portieri Mik Haka. Pra, jemi në minutën e 5 të pjesës dytë të kësaj ndeshje, gjithnjë 3-0 për skuadrën vendase të Beslidjes, e cila kryeson tabelën e klasifikimit në grupin A të kategorisë dytë. Një aksion i skuadrës mike, Trokthi, por ka shqetësimin e Gjobes i futur në pjesën e dytë. Gurbanov ka kthyer topin mrapa për tek Marku. Mehmeti ka një pasim të bukur. Aksioni i skuadrës mike, Luzi 2008 dhe me to mizotrim ishte Marku, i cili është shmangur nga çmimit njërit prej sulmuesve dhe ka nisur topin në drejtim të mesit fushës, por Rabosha ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar ndaj Konatis në mesin e fushës. Është zgjuar, do të themi, disi skuadra mike Luzi 2008. Por pa ndonjë rast për të përmendur, por zhvillon volum loje, por pa mundur të konkludoj, pasi mbrojtja e skuadrës vendase Beslidja është në dhe portieri Myrta është në lartësinë e duhur. Pra në repartin e mbrojtjes për ditën e sotme duhet veçuar loja plot temperament dhe shpejtësi e mbrojtësit të krahut të majt Antonio Marku. Moment i vështirë dhe ka një ndërhyrje shumë decisive të Ramilit, duke shmangur një gol pothuajse të sigurt. Njëri për lojtarëve të skuadrës mike Luzi 2008 depërtoi brenda zonës, u vënë zotrim të topit dhe në momentin kur ai po përgatitej të gjuante, ka ndërhyrë me shumë saksi Ramili dhe ka larguar topin në goditje nga këndi, e cila është ekzekutuar me shpejtësi. Kruja ka nisur një top të gjatë për Gurbanov, gjithnjë por ka ndërhyrje të saktë të Reqit, e ka kthyer topin për tek portieri i tij Haka dhe nis një aksion i shpejt i skuadrës Luzi 2008. Portieri i skuadrës Myrta, i skuadrës Beslidjes, ka ndërhyrë, e ka pasuar për tek Ramili. Ramili duhet të theksuar se një minutë më parë ka bërë një ndërhyrje shumë të sigurt brenda zonës dhe ka evituar një gol mos e të sigurt, do të thoja. Pasi njëri për lojtarëve të skuadrës Luzi 2008 Marku me topin në zotrim, rivenje ansore, ka pasuar për tek Gjobe, i futur në pjesën e dytë. Gjobe luan mjaft mirë me topin. Temja Mehmeti
ka pasuar mjaft sak për kryen, I cili po me shpejtësi dërgon për tek Hila, I cili me kohë ka dashur të pasojë në krahun e djathtë për fushën, ndërkohë që në krahun e majt ishte Gurbanov, I cili do të thoja ishte në pozicion më të mirë, por aksioni shpejt I skuadrës vendase Beslidja është Hila, autori I golit 3, rivënia anësore që do të kryhet nga Kruja, rivënia anësore me duar, Kruja e ka topin me duar, e ka dërguar për tek fusha, por kemi një pozicion sa duket kemi ndërhyrje të gabuar të sulmues fusha të gjyqtari ansor I ndodhur fare pranë e ka evidentuar një çështë tillë dhe ka përduar I goditje dënimi në krahun e majt të mbrojtjes së skuadrës mike Luzi 2008 Gjove ka ndërhyrë Hila me kokë ka gabuar Gjoven me sfush, por ka ndërhyrë Temja, ka një kërcim të Raboshtës, një kërcim në ajër për të zotruar një top, por sa duket në rënjën është përplasur në rënjë me njërin prej lojtarët e skuadrës Luzi 2008 dhe teksa shikojmë Alcanin, mbrojtësin e krahut të djathtë. Alcani, Lezhjani Alcani, duhet të thënë kjo, I cili sa duket është thirrur nga trajneri Plori për të bërë gati për të futur në fushën e lojës. Kemi një dëmtim të njërit prej lojtarëve të skuadrës mike. Kemi edhe një zëvendësim. Kemi 2 zëvendësime. Quni dhe Pepa për skuadrën e Quni dhe Pepa në 19 dalë në boshta hynë Alcani me numër 2 ka një ndryshim në vendosje të skuadra Beslidjes ka dalë I lëmtuar sa duket Raboshta ka dalë kanë hyrë për në fushën e lojës, zëvendësimet që janë kryer në minutën e 15. Quni sa po futur në lojë ka pasuar në drejtim të sulmit, por ka ndërhyrë aty portieri I skuadrës vendase Myrta
e ka pasur edhe të djathtë për Alçanin. E ky me tepër forca ka tentuar ta dërgoj në vend sulmuese, por topi ka dalë jashtë linjave kufizuese të fushës për të rivënë në lojë me rivënjë anësore nga lojtarët e skuadrës mike, luzi 2008. Quni me numër 40 me topin zotrim ka kthyer prapa për te Kareqi Fushaj. Quni për skuadrën e luzit ka qarkullime të shumta të topit në sektorin e mesit fushës, janë në zotrim Vëmasit, Fusha ka gabuar në pasim, tentoi të japë një top për rapostën. Quni ka pasuar shkurtësi për tek Saliu, ka ndërhyr aty njëri prej që në Konatën, rivënjë anësore, me topin në dorë është Marko, mbrojtësi i Krahut të Majt, të cilin e këshillon gjyqtari kryesor për të shkuar në vendin ku duhet kryer rivënja anësore, që cilin e ka kryer. Topi është në zonën e skuadrës Luzi 2008. Një veprim i portierit me këmbë pasuar shpejt topi pasi teksa është parë ndërhyrja vrapimi me shpejtësi i Krujës e ka shqetësuar portierin Myrta, portierin Mihaka, i cili ka dalë i detyruar dhe ka larguar topin me këmbë në të majt të sulmit të skuadrës së tij. Është tani Quni e ka kthyer prapa për te Kareqi. Saliu ka lëshuar një top brenda zonës, por Alçani në fakt Nena u duk sigur Alçani nuk e ka godjetur topin, madje ai bëri lëvizje për të mos e godjetur. Por gjyqtari kryesor i ndeshjes i ndodhur fare pranë, Daniel Doçi, ka përdu një goditje këndi në favor të skuadrës Luzi 2008, e cila është ekzekutuar me shpejtësi por pa problem, por mbrojtjen i topi gjatë tani i Krujës në drejtim të vijës sulmuese, por Fusha është i vetëm. Gjobe ka kërcyer me tepër forcë, estrada portierit vendas që të dalë me këmbë i shtrënguar të dalë, pasi topi nëse do të merre nga sulmuesi të skuadrës mike do të krijonte një mundësi goli, pasi sulmuesi i skuadrës mike nëse do të shkonte topi nuk e kishte vështirë ta drejtonte drejt portës. Alçani me qetësi e ka larguar topin në goditje nga këndi, teksa ka parë edhe shqetësimin e dy lojtarëve të skuadrës mike. Goditja e këndi, topi shkarkuar brenda zonës, ka ndërhyrë në tepër saksi njëri prej mbrojtësve, është pikërisht Marku, Antonio Marko, mbrojtësi i Krahut Majt, i cili spikat në goditjet në lartësi me kokë, duke shfrytzuar me shpatlartësinë e tij, por është thuash stili lojës tij, lufta edhe ajrore. Një lojtar që
me krim të fortë sportive, zotrus do të thoja, jo vetëm i fushës, pra luan zotrus i terrenit toksor, por të njëjtën gjë e bën me po të njëjtën përkushtim dhe aftësi edhe në ajër. Alcani ka ndërhyrë dhe ka shmangur veprimet e njërit prej sulmuesve pikërisht të Godwin, i cili nga krahu i majt tentoi të futet brenda zonës, por veprimin e tij ka kuptuar Alcani, i ka ndërhyrë dhe ka larguar topin. Tani po ai lojtar ka fituar një rivënjë anësore, të cilën ja ka lënë shokut të tij e pikërisht Trokthi në numër 22 ka pasuar për tek Kasim, i cili është rrëzuar dhe sa duket kemi një pozicion jashtëloje, ka kurduar nga gjyqtari i ansor, dhe topi do të rivjet lojë me goditje dënimi brenda zonës nga ana portierit Lezhjan Myrta. Jemi në minutën e 21 të pjesës 2 të ndeshjes. Trokthi në luftim me Krujën e ka fituar një goditje dënimi, e ka nisur me shpejtësi topin, por jashtë njëve kufizuese të fushës dhe shikojmë tani që skuadra e Luzit 2028 falni 2008, se shpë shfiksuar kjo 2028 as vetë në kuptojmë. Goditje dënimi për skuadrën mike, është aty Reci, i cili ka gjuajtur me tepër forcë. Pepa ka ndërhyrë, por topin e zotron portieri i skuadrës Myrda, ndërkohë kontrollohet me saksi edhe nga mbrojtësi i skuadrës Marko, pra mbrojtësi i krahut majt, dhe i cili është kryer një hyrje gabuar, por gjyqtari vazhdon lojën. Gurbanov në të luftim me Konate, i cili është me topin me zotrin, është kryer paksa prapa, gjithë një Konate. Pastaj Gjobe, Gurbanov ka gabuar në pasim, Quni Ramili me tepër forcë, Hila, Fusha, kombinimet të bukura, Fusha brenda zonës, por ka ndërhyrë Konate, të cilin e evidentuam që në fillim të lojës i mbrojtës mjaft aktiv në mbrojtje dhe në të gjithë sektorët e fushës, është një siguri për portierin Haka, pra në të gjitha ndërhyrjet. Konate duhet thënë se ka qenë shumë i sigurt. Do të hyjet Gjoni me numrin 77, pra kemi 2 zëvendësime në radhë të skuadrës së Luzit. Gjoni me numër 77 dhe Tota me numrin 7 do të hyjnë në fushën e lojës. Të shohim se kush do të lërë fushën e lojës.
Duhet theksuar fakti se Gjoni është një lojtar që është rritur në Akademitë e futbollit Lezhjan, më pas është formuar si futbollist tek shkolla kombëtare e futbollit, ose siç njihet shkolla e mjeshtrisë sportive në Tiranë, ku për 3 vite ka luajtur për ekipin e Shkëndijës me moshat 17 dhe 19. Sezonin e kaluar ka qenë i federuar tek skuadra e Dinamos, ndërsa këtë sezon luan për ngjyrat e skuadrës Luzi 2008. Pritet në moment që zëvendësimet të kryhen, ndërkohë ka një aksion të shpejt. Gurbanov në krahun e majtës në gjithë një Gurbanov, po ka ndërhyrë në Konates dhe Konate ka ndërhyrë me mjaft siguri, duke mbrojtur topin derisa ka dalë jashtë linjave kufizuse, pra për të mos e lënë që ta marrë Gurbanov. Janë 2 zëvendësime në vijën sulmuese, kokë për kokë, siç themi. Pra janë larguar Ebube me numrin 10, pra në majën e sulmit do të luajë në minuta e 25 e pjesës 2 Gjoni, dhe pas tij do të luajë Tota. Pra është larguar Ebube dhe Kasim, dhe vendin e tyre e kanë zënë Gjoni dhe Tota. Është larguar edhe për skuadrën e Beslidhjes numri 14 Kruja, dhe vendin e tij do ta zërë Neziri me numrin 4. Pra është larguar Kruja dhe do të luajë në vendin e tij Neziri, zëvendësime të kryera në minutën e 25 të pjesës së 2 të takimit, ose në minutën e 70 të takimit. Kemi një goditje dënimi, është ndërhyrë në mënyrë të parregullt nga ana Pepës në dëm të Markut, por pa shkaktuar ndonjë problem për mbrojtjen e skuadrës Beslidhjes, i cili tashmë shkon në zonën e rreptësisë dhe është harkuar të nga Mehmeti, ka qujtur me kokë. Të shohim sa duket ka qenë Neziri i sapo futur apo fusha, të shikojmë më saktë. Topi ka dalë në goditje, po ka qenë sulmuesi i fusha me kokë, i cili ka goditur topin, por një mbrojtës e ka devijuar në goditje nga këndi. Alsani, Gurbanov ka qujtur me tepër forcë. Alsani ka pasuar djathtas. Lojtarët e
skuadrës dhënëse pretendojnë për një 11 metrësh, por gjyqtari ka përduar një goditje dënimi për skuadrën Mike Luzi 2008, një veprim i tretë do të thoja, pasi ishte më shumë një stimulim i njërit presionuesve të skuadrës së Beslidhjes se sa një rast për të pretenduar një 11 metrësh. Jemi në minutën e 30 të pjesës 2 të ndeshjes, rezultati vazhdon të jetë me rezultatin 3-0, me golat Raboshtës në minutën e 14, i cili ka dalë nga loja të vendin e tij e ka zënë fusha që në fillim të pjesës 2 më pas është Antonio Marku që ka shnur golin e dytë, pra Raboshta ka shnur golin e parë me 11 metrësh. Pastaj Antonio Marku e ka quar rezultatin e 2-0 dhe Hila 3 minuta përpara se të përfundonte koha rregull, pra në minutën e 42 të pjesës parë ka shënuar golin e tretë, rezultati i cili vazhdon edhe në këto minuta, ndonë se kanë kaluar 33 minuta lojë. Hila ka ndryrë të gabuar të Pepës në dëm të tij dhe goditje dënimi. Temja në topin sotrim ka shqetësimin e topit gjallë brenda zonës, po ndërhyn Rcani, Mehmeti, përgatitur për sezonin tjetër. Nga të dyja skuadrat shohim Peci me numër 20 do të hyjë në fushën e lojës, të shohim se të ndërkujtëse, dhe numri 24 Misbahu topi gjatë bilufton ka ndërhyrë ty me saksi Ramili, teksa ka parë shqetësimin, ka patur shqetësimin e sulmuesit Gjoni, pra hyn është Peci që hyn në vendin e Reqit. Hila i dërdrahitur dhe vendin e tij e zën Misbahu. Hila, rikujtojmë dhe rithemi faktin që Hila ka realizuar golin e tretë, një gol mjaft të bukur të thoja, për nga mënyra e ekzekutimit, një gol meshtror, mori një top në reparti mesit fushës dhe pa ndalur fare, ka gjujtur me të majtën brenda zonës, diagonal, dhe topi ka shkuar në trekanëshin e majtë të portës së mbrojtur nga portieri Mik Haka. Ka Pepa ka ndërhyrë,
Gjoni brenda zonës ka gjujtur dhe ka rrezikuar, mori topin brenda zonës, sulmuesi Gjoni u spastua paksa majta sulmit ka gjujtur, teksa ka parë dhe daljen e portierit, por topi ka kaluar mbi travers në krahun e djathtë të portës së mbrojtur nga portieri Myrta, ndërkohë që njëri prej lojtarëve të skuadrës Beslidhjes është i dëmtuar, sa duket është numri 33, Gurbanov, i cili ka marrë ndihmën mjekësore dhe të futet në fushë. Topi kthyer prapa. Kemi kthime të topit prapa disa herë nga ana e lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes. Është një aksion i skuadrës Mike Luzi 2008. Konate, do të thoya lojtari më i mirë i kësaj skuadre në këtë takim, duke patur parasysh ato çfarë ai ka dhënë në këto minuta loje në fushë dhe ka evituar, do të thoya, të paktën 2 raste shumë të pastra shënimi në aksion i skuadrës së Beslidhjes, por fusha ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar në 2 luftime me njërin prej mbrojtësve të skuadrës Luzit 2008. Jemi në minutën e 37 të pjesës së dytë të ndeshjes, gjithnjë 3-0 për skuadrën e Beslidhjes. Ka një 2 luftime aty midis Pepës dhe Markut, i cili përqafohet me mbrojtësin Marku, një fair play ky, por duhet theksuar se ndërhyrja e Pepës ishte e gabuar dhe në jo pak raste Pepa ndërhyn në mënyrë të gabuar ndaj lojtarëve të skuadrës Beslidhjes. Sa duket është në stilin e tij të lojës apo qëllim vetvete. Këtë nuk mund ta themi, por e kemi të evidentuar disa herë ndërhyrjet e tija që janë dëshkuar me goditje dënimi në favor të skuadrës vendase Beslidhja. Dhe futbolli duhet respektuar si lojë e bukur dhe nuk është një lojë ku të dominojnë ndërhyrjet me dhe pa vendas më tepër ndërhyrjet gabuara, por në momentet e caktuara lojtarët dalin nga formati i tyre për shumë arsye, do të thoya, për lodhje, për tensionin, për rezultatin. Pra janë në disa minuta të qeta, pa ndonjë moment për të shënuar. Loja zhvillohet kryesisht në repartin e mesit të fushës, me shumë pasime. Ja, përsëri kemi një ndërhyrje të gabuar të Pepës, por këtë radhë pa dëshkuar.
Qobe për lezjanët, ka këthyrë prapa për tek Temja, pastaj është Alcani, që vijet në zotërin të Tobit, pastron, ka pasur për tek Mehmeti, ka pastruar zonën e rëpsis dhe pastaj ka mundur dhe pasoj sak për tek Mehmeti, ishte një veprim i matur i Alcanit, goditje dënimi për skuadrën e Beslidjes, nga krau i djathtë, Temja, i Tobi kthyer tek portieri, Myrta, pastaj është Ramilli, ka pasuar për tek Gurbanov, Alcani, por ka në mënyrë të Guduin, e cila është e gabuar dhe goditënimi për lojtarët e skuadrës Beslidjes. Gjobe ka pasuar djathtas, nga krau i djathtë vazhdon sulmi dhe aksioni i skuadrës së Beslidjes është aty. Gjobe, një ka qenë njëri për lojtarëve të skuadrës pikërisht Peci, që ka goditur, por pa problem për portën e skuadrës aksioni skuadrës Mike është aty Gjoni në luftim me numrin 24 të skuadrës Beslidjes, Musbahu. Kemi një goditje dënimi, pasi në hyrja e lojtarit të Beslidjes në dëm të Gjonit ishte e gabuar. Gjoni ka pasuar shkurtësi për Pecin, aksioni bukur, gjithë një Gjoni ka shpangur njën prej lojtarëve të skuadrës Beslidjes, por ka qenë hyrje e sigurt e Alcanit dhe ja ka marrë topin Gurbanov. Konate i Luzi 2008 ka kthyer prapa për tek Çuni, ky akoma më prapa për tek Akabui. Rivënje anësore për skuadrën e Beslidjes është Alcani, i cili ka pasuar për tek Mehmeti. Mehmeti ka tentuar të pasojë për tek Fusha, por lojtarët miqë kanë ndërprerë të aksion dhe kanë dalë në një sulm të tyre nga krahu i maj. Ka ndërhyrë aty me shumë qetësi Ramilli, me qetësi dhe siguri. Gurbanov ka pasuar mjaft bukur aksioni skuadrës lezjane. Gurbanov ka pasuar, por topi ka dalë jashtë vijave kufisuese të fushës. Ishte një aksion i bukur i skuadrës së Beslidjes, me shumë pasimi, dalje e shpejtë në sulm. Nga prapavinja, topi përpunuar në mesin e fushës, me protagonist Gurbanov, i cili në fund të aksionit gjyqtari i katërt i këtij takimi ka akorduar 3 minuta shtesë
pra jemi në minutën e 45, pra 1 minutë përpara përfundimit të kohës së rregull, gjyqtari i 4 ka akorduar 3 minuta shtesë, të cilat kanë filluar të luhen, Peci ka kthyer prapa. Një top i gjatë, por pa adresë dhe ka dalë jashtë mijave kufizuese për durimin në lojë nga lojtarët e skuadrës vendase Beslidia. Marku ja ka lënë Ramillit për ta kryer rivenin e me duar, që nga futja në fushën e lojës e lojtarit me numër 9 të skuadrës Luzi 2008 Pepa, kemi parë një duel të vazhdueshëm me mbrojtësin Lezhjan Marku, duel i fituar në të gjitha rastet nga mbrojtësi Lezhjan Marku, por duhet të evidentuar dhe fakti tjetër që Pepa në jo pak raste ndërhyn në mënyrë të gabuar jo vetëm ndaj Markut, por edhe gjatë lojës, pra dhe ndëshkohet në jo pak raste me goditje dënimi, ndërkohë që vazhdon një aksion i skuadrës mike nga krau i majtë, ndërkohë që Gjoni kërkon topin, por njëri prej shokëve të tij ka preferuar të gjuaj pa ndonjë problem për portën, ndërkohë që mund të duhej të pasonte, pasi Gjoni, sulmuesi Gjoni, i cili dhe debaton në këto momente me kolegun e tij, ishte në zonë dhe priste topin. Ishte Gjoni, sulmuesi i skuadrës mike, i futur në pjesën e dytë, e priste topin në brenda zonës së 16 metrëshit dhe ndodhej afër pikës dhe ka përfunduar takimi midis skuadrës Beslidjes dhe Luzi 2008 me rezultatin e pasër 3-0 në favor të skuadrës vendase të Beslidjes, me gole të shënuar që në pjesën e parë nga rraboshta me 11 metrësh, të cilën e fitoi po vetë dhe ju besua ta ekzekutonte. Në minutën e 30 është Marku, Antonio Marku, mbrojtësi i krahut majt, i cili ka realizuar golin e dytë, teksa ka profituar nga një mos kontroll si duhet të topit nga ana e portierit të skuadrës Luzi 2008 Haka dhe ka vullosur rezultatin minutën e 42 të pjesës së parë të takimit. Hila me një gjujtje, me një gol të realizuar në mënyrë mjeshtrore, do thoja, dhe kështu Beslidja siglon fitoren e radhës dhe vazhdon të kryesojë e vetme në krye të grupit. Dhe duhet evidentuar fakti se ekipi Lezhjan Beslidja është ekipi i vetëm që nuk ka humbur deri tani asnjë ndeshje, dhe sa duket ky trend ose kjo rrugë do të vazhdojë deri në përfundim të këtij kampionati. Mbyllim kështu transmetimin e drejt për drejt, ritakohemi pastaj në fushë me intervistat e stafeve respektive dhe të ndonjë lojtari. Nga unë Martin Denaj, derisa të shpresim në fushën e blerë për intervistat e momentit, miru dëgjofshim.